Takim liderësh pa shqiptarët Mickoski dhe Filipçe diskutuan për situatën në vend. Pyetje deputetësh në kuvent, akuza dhe shfaqësime mes pushtetit dhe opozitës për tragjedinë në Koçan. Familjarët kërkojnë të rihapet hetimi për zjarrin në spitalin modular në Tetov. Liderët botëror reagojnë ndaj tarifave që administrata Trump i vuri shteteve të tjera. Përshëndetje shikues të nderuar të televizionit Shenja, jemi me lajmët sapo ka përfunduar takimi mes kryeministrit Kristian Mickoski dhe liderit të opozitës maqedonase Venko Filipçe. Takim ky që u mbajt në qeveri me kërkesë të liderit të LSDM-s, edhe pse së pari u kërkua që të mbahej takim me të gjithë liderët e partive politike, takimi u bë veç mes dy liderëve të partive më të mëdha maqedonase. Detajet nga takimi na i sjell kolegja jon Teuta Buçi. Teuta, nëse po dëgjohemi, çfarë ka ndodhur në takimin midis Mickoskit dhe Filipçes? Përshëndetje Aziz, para pak minuta ka përfunduar takimi mes kryeministrit Kristian Mickoski dhe liderit të LSDM-s Venko Filipçe. Takimi ka zgjatur rreth 1 orë e gjysmë. Ndërsa lideri opozitar në pas përfundimit të takimit ka dhënë dhe një deklarat për media që ka ndjekur këtu në qeveri takimin dhe ka cilësuar takimin si takim konstruktiv. Ai tha se gjatë takimit liderët janë dakorduar që të formohen grupe punuese për zbatimin e reformave të agjendës evropiane, pra sipas Filipçes do ketë disa grupe punuese të cilat do të punojnë në disa fusha për të zbatuar reformat e nevojshme për procesin eurointegrues të vendit. Ai tha se bashkëpunimi politik do të vazhdojë edhe më tej dhe e la të hapur mundësinë që në të ardhmen të zhvillohen edhe takimet e tjera në këtë frymë, megjithatë tha se nuk kanë dakorduar datë të re për një takim tjetër të liderëve. Ai tha se në këtë formë po vendoset një format i ri i bashkëpunimit politik i cili do të përgjigjet kërkesave të qytetarëve. Sa i përket akuzave të opozitës shqiptare, sepse takimi u mbajt vetëm mes dy liderëve maqedonas dhe të cilët akuzuan se ky është një takim monoetnik i cili përjashton partitë shqiptare, ai ka mohuar këto akuza duke thënë se ftesa për takim ka qenë e hapur ndaj të gjitha partive, megjithatë kryeministri Mickoski ka qenë i pari ai i cili ka pranuar ftesën dhe për këtë arsye takimi është mbajtur vetëm mes këtyre dy liderëve. Për më tepër rreth akuzave që kanë thënë sot partitë opozitare shqiptare, ju ftojmë që ta ndjekim materialin në vazhdim. Opozita shqiptare interpreton si monoetnik takimin e sotëm mes kryeministrit Kristian Mickoski dhe liderit të LSDM-s Venko Filipçe. Nëpërmjet një reagimi me shkrim nga Bashkimi Demokratik për Integrim, kanë thënë se në skenën publike do të na demonstrohet koalicioni monoetnik që ka për qëllim thelbësor të riformatojë modelin politik të shtetit nga një demokraci multietnike në një demokraci monoetnike. Madje nga BDI pretendojnë se në takimin e sotëm do të flitet për mos ndeshkueshmërinë dhe sidomos mbajnë përgjegjësi dhe si t'i largojnë shqiptarët nga të gjitha vendimarrjet politike dhe ekonomike, nga të gjitha nivelet e pushtetit në shtet dhe më pas t'i mbajnë në periferi të zhvillimeve shoqërore. Ky plan nuk është i ri, është përgatitur para 3 vitesh me marrëveshjen notore Micevski-Zaev me ndërmjetësim të oligarkëve, kryesisht si çadër mbrojtëse për oligarkinë tranzicionale në vend. Plani tashmë moralizohet përmes shfuqizimit të balancerit, vendimarrjes monoetnike të gjykatës kushtetuese, por edhe largimit sistematik të shqiptarëve nga një numër i madh pozicionesh të larta në administratën shtetërore. Edhe deputeti i Aleancës për shqiptarët Elmi Aziri takimin e ka quajtur monoetnik dhe zbatim të platformës Maqedonia përsëri e jotja.
Kryetari i VMRO DPMN-s Kristian Mickoski do të takohet me kryetarin e degës më të madhe të VMRO DPMN-s Venko Filipçe. Pasi u zgjodh kryetari i LSDM-s, takimin e parë kishte me kryetaren e shtetit zonja Siljanovska Davkova. Ky i fundit për disa vite me radhë është quajtur ministër i vdekjes, po nga VMRO-ja. Ky takim monoetnik është zbatim praktik i platformës Maqedonia përsëri e jotja. BDI ka bërë thirrje faktorit politik në vend përfshirë edhe koalicionit Vlen që të shprehin qartë revoltin e tyre ndaj këtij, siç e kanë quajtur ata, tentimi për të riformatuar shtetin dhe të mos lejojnë të përfshihen në një plan për diskualifikimin e plot të shqiptarëve nga rrjedhat shoqërore. Presidenti i Shqipërisë, Bajram Begaj, ka pasur një ndalesë të shkurtër në Shkup gjatë rrugës për në Sofje të Bullgarisë, ku do të marrë pjesë në takimin e nivelit të lartë Akaba Proces Balkans Forum 3. Gjatë kësaj ndalese, Begaj është takuar me kryetarin e Kuvendit Afrim Gashi, zëvendës kryeministrin e parë Izet Mexhiti dhe zëvendës kryeministrin tjetër Arben Fetajin. Ky i fundit ka deklaruar se kanë diskutuar për bashkëpunim ndërmjet dy vendeve në kuadër të rrugtimit tonë të përbashkët drejt integrimit në Bashkimin Evropian, si dhe për çështje të tjera me interes të ndërsjellët. Temat kryesore të bisedës përfshirë korridorin 8, sigurinë, vizitën e ardhshme të presidentit të Begaj në Maqedoninë e Veriut dhe zhvillimet më të fundit politike në vendin tonë. Bashkëpunimi ndërmjet Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë është kyç për stabilitetin dhe prosperitetin e rajonit, ka theksuar Fetai. Rrjedhën e gjërave, ditëve të fundit, kryetari i Aleancës për Shqiptarët e tha dje në një paraqitje pas konferencës për Shtyp që nuk është çështja a do dalim nga qeveria. Çështja tani për tani është debati i brendshëm brenda Vlenit dhe brenda organeve vendimmarrëse të Aleancës për Shqiptarët për mënyrën e shkuarjes në zgjedhjet lokale. Siç e dini, është thënë disa herë publikisht dhe këtu nuk ka asgjë sekrete, nuk ka as teori konspirative. Çështja është diskutuar në nivel të trupit koordinues politik të koalicionit Vlen disa herë dhe për momentin jemi ende duke diskutuar mënyrën, formulën e shkuarjes në zgjedhje. Kryetari i Aleancës për Shqiptarët, rrjedhimisht Aleanca për Shqiptarët, vlerëson që e udhës është që të shkojmë me kandidatë të përbashkët për kryetar komunash, ndërsa me lista të ndara për këshilltar komunal me idenë që të mobilizojmë 4 fish më shumë. Pra të kemi 4 fish më shumë kandidat, rrjedhimisht 4 fish më shumë rrjete të ndryshme familjare, shoqërore e kështu me radhë që do na mundsojnë që të mobilizojmë qytetarët dhe votuesin në ditën e zgjedhjeve lokale. A kishte ndonjë vendim konkret mbron nga mbledhja partijake që kishte? Unë nuk isha personalisht aty sepse u ktheva vonë nga Sarajeva ku isha në vizitë zyrtare. Feedbacku që mora nga mbledhja është se domethënë vendimi është lënë i. Në Kuvend sot është mbajtur seancë ku deputetët e opozitës kanë bërë pyetje për përfaqësuesit qeveritar nga Fronti Evropian, i kanë kërkuar kryeministrit që të sqarojë deklaratën e tij se do të kapin për veshi personat përgjegjës për tragjedinë në Koçan, duke cilësuar këtë si përzierje në sistemin e drejtësisë. Ndërkohë, Mickoski ka deklaruar se ministrat nga rallat e BDI-s kanë udhëhequr vazhdimisht Ministrinë e Ekonomisë, duke aluduar kështu edhe në përgjegjësinë e tyre për tragjedinë në Koçan. Seanca për pyetje nga deputetët e opozitës dhe përgjigje nga pushteti në Kuvend u shndrua në një fushë betejë se ku shfaqsonte dhe akuzonte më shumë dhe të tjerët që shfaqsonin veten. Kryefjala e gjithë seancës ishte tragjedia në Koçan, veprimet që ishin bërë dhe që nuk ishin bërë, dhe përgjegjësia nga ministri i Brendshëm Pançe Toshkovski. Në seancë u konfrontuan deputeti i Frontit Evropian dhe kryeministri Kristian Mickoski. Bexheti pyeti kryeministrin se me çfarë kompetenca ka thënë se do ju kap përveshje dhe do ju nxjerr para drejtësisë. A wie pod kojej nadleżności załóżcie jej pleczete? Zakon od wygidawa ili koji zakon? Vaši od zakon. Bexheti akuzoi kryeministrin për ndërhyrje, siç tha ai, të pashembullt në gjyqësor dhe tha se ka shpallur fajësi pa e pritur mendimin e ekspertëve. Referuar arrestimit të bashkëpartiakut të tyre ish ministrit të ekonomisë Kreshnik Bekteshit, ndërsa Mickoski kujtoi se që nga viti 2008 ekonomia udhëhiqet nga ministrat e BDI-s.
Ne go poznavate. Dobro. Nga viti 2008, ministrat e ekonomisë kanë qenë pa ndërprer propozime të BDI-s. Nëse shie se ky klub ka nisur të funksionojë, përsëri ministri ka qenë i BDI-s, derisa ka ekzistuar ky klub, ministër ka qenë i BDI-s. Shtrohet pyetja, kush i ka nënshkruar dhe kush i ka dhënë këto dokumente? Atje qëndron me autorizim të ministrit, ndikush edhe vetë i ka nënshkruar. Për këtë e lëm që ta tregoj hetuesia. Ndërkohë, deputeti i LSDM-s Miljet Alevski kërkoi përgjegjësi nga MPB se pse nuk ka të arrestuar zyrtar aktual policor dhe inspektor për tragjedinë në Koçan, që natën e kopshme kanë qenë në kujdestari. Deri tani, asnjë komandant, inspektor ose funksionar më i lartë i MPB-s nga sektori për punë të brendshme Koçan, Shtyp edhe të BSP-s, të cilët kur ka ndodhur ngjarja kanë qenë në funksion, kurse nuk është në mesin e të arrestuarve ose të përfshirë në hetim, edhe pse më 16 mars ata kanë qenë kujdestar dhe kanë pasur obligim ligjor që të veprojnë natën e tragjedisë. Ndërsa ministri i Brendshëm Toshkovski u përgjigj se për dallim nga udhëheqësia e kaluar që nuk kanë kërkuar përgjegjësi për tragjeditë që kanë ndodhur në vitet e fundit, ato tani kanë arrestuar edhe personat e LSDM-s, BDI-s, por edhe të VMRO-s. A e dini sa kallëzime penale kanë ngritur MPB dhe kundër sa njerëzve për spitalin modular? 0. Për fatkeqësinë që ndodhi në Bullgari, në kohën tuaj, 0. Për fatkeqësinë në Llazkars, 0. Tani MPB për rastin në Koçan kanë ngritur 2 kallëzime penale kundër 34 personave, prej të cilëve 31 janë në Burg dhe po aty ka antar të LSDM-s, të VMRO-s dhe të BDI-s. Edhe deputeti i Levicës Dimitar Apasieve pyeti kryeministrin se deri kur do të mbrojë kuadrot e tyre të korruptuara, ndërsa i kujtoi Mickoskit se si ai e mbronte kryetarin e komunës së Koçanit, ndërsa 2 ditë më vonë ai dha dorëheqje. Familjarët e viktimave të tragjedisë në spitalin modular në Tetov kërkuan nga kryeprokurori Lupço Kocevski që të rihapet hetimi për spitalin modular dhe procedurat gjyqësore të zhvillohet pa ndikime partijake ose biznesore. Ata kërkojnë që ekspertiza gjermane të jetë si provë kyçe në këtë hetim. Familjarët e viktimave të tragjedisë në spitalin modular në Tetov kanë deklaruar se përkrahin letrën e hapur nga Iniciativa Zero, të cilët kërkuan drejtësi për ngjarjen tragjike të djegjes së spitalit. Familjari i viktimave Mumin Ismaili tha se publikisht tashmë dihet se ekzistojnë dëshmi se ka pasur lëshime në ndërtimin e spitalit modular. E gjithë opinioni publik e di se ekzistojnë prova serioze për lëshimin gjatë ndërtimit të spitalit modular, të cilin mund të jetë arsyeja e vetme për shpërthimin e zjarrit. Kjo u konfirmua edhe nga ekspertiza gjermane, një dëshmi e pavarur e zjarrit. Kjo dhe e pabesueshme e cila për fat të keq u refuzua nga prokuroria. Prandaj, i nderuar e Lupço, si tetovar, ju më së miri e kuptoni dhimbjen dhe zemërimin e familjarëve të viktimave. Ismaili tha se kërkojnë që të rihapet hetimi për tragjedin dhe të dalin në pa të gjithë fajtorët e vërtet, pasi që përgjegjësi duhet të ketë. Është koha që dikush të merr përgjegjësi, është koha që drejtësia të del nga sirtari. Si familjar të viktimave kërkojmë nga ju të rihapet hetimi për të gjithë fajtorët e vërtet të zjarrit në spitalin modular në Tetov. Të formoni një ekip të pavarur që do të shqirtoj të gjithë aspektet e rastit, përfshirë edhe zvarritjen eventuale të procedurës nga prokurorët. Të garantoni se procedura gjyqësore do të zhvillohet pa ndikim partijak apo të biznesit. Të siguroni transparencë dhe përgjegjësi në punën tuaj. Ismaili kërkoi që ekspertiza gjermane të jetë si provë kyçe në këtë drejtim dhe tha se ata nuk do të heqten, por se do të vazhdojnë të flasin për të dashurit e tyre që i humbën dhe siç thon ata, për drejtësinë që u është premtuar, por jo edhe realizuar. Ditë më parë qytetarët e Tetovës protestuan dhe kërkuan përgjegjësi për tragjeditë në të cilat u dogjën njerëz. Si pasojë e zjarrit që shpërtheu në spitalin modular të Tetovës më tej shtator të vitit 2021, humbën jetën 14 persona. Ministri i Punëve të Brendshme Pançe Toshkovski nuk tregoi se si ka përfunduar dokumenti i klasifikuar si sekret tek truproja e kryeministrit Kristian Mickoski për të mos e penguar hetimin. Ai theksoi se do të luftojnë pa dallim kundër kriminalëve dhe kur ata vijnë nga rradhat e Ministrisë së Punëve të Brendshme.
Ministri i Punëve të Brendshme Pançe Toshkovski, pyetur lidhur me rastin e arrestimit të Angel Saramakov, sigurimi i kryeministrit Kristian Mickoski, i cili dyshohet për veprën penale zbulim të sekretit zyrtar. Tha se ky është një nga rastet në të cilat MPB-ja tregon se pa dallim lufton edhe kriminalët në radhët e saj. Departamenti i Kontrollit të Brendshëm, në kuadër të zhvillimit të hetimeve, pas informacioneve të marra në kuadër të këtij departamenti, ka njoftuar prokurorin publik kompetent, i cili është pajtuar dhe ka urdhëruar që po atë mbrëmje të ndërmerren veprime. Pas realizimit të aksionit në fjalë, ekskluzivisht nga Departamenti i Kontrollit të Brendshëm, janë kryer disa kontrolle të zyrtarëve policor, ku dhe janë gjetur prova të caktuara në lidhje me veprën e kryer. Toshkovski theksoi se qytetarët e vendit meritojnë polici që do t'i mbrojë e jo t'u avjedh parat. Dua t'u them të gjitha atyre keshbërzve dhe tradhtarëve të llojit të tyre, duke pasur parasysh kriminalet në Ministrinë e Brendshme, se do të luftojmë kundër tyre pa dallim dhe pa kompromis. Qytetarët meritojnë një forcë policore që do t'i mbrojë, jo një forcë që do t'u zhvas parat. I pyetur se si ka arritur sigurimi i kryeministrit deri tek dokumentet e paraqitura nga Ministria e Brendshme dhe çfarë lloj dokumentesh ishin ato, tha se rasti është duke u hetuar dhe se në të ardhmen do të ketë më shumë detaje për t'u ndarë. Policia dhe sigurimi personali i kryeministrit Angel Saramakov është arrestuar dhe dënuar me 30 ditë para burgim. Saramakov, i cili është polici i drejtorisë 6 të MPB-s, dyshohet për veprën penale zbulimi sekretit zyrtar. Me rritjen e fundit lineare prej 2500 denareve për të gjithë të punësuarit në sektorin publik, shëndetësor kanë bërë edhe një hap të madh përpara. Kështu ka vlerësuar Ministri i Shëndetësisë Arben Taravari, i cili ka theksuar se këto shifra nuk janë vetëm statistik, por nënkuptojnë më shumë siguri e më shumë motivim. Ministri i Shëndetësisë Arben Taravari thosë se së bashku me qeverinë kanë punuar aktivisht me qëllim të përmirësimit të kushteve të statusit të punonjësve shëndetësor. Taravari tha se me rritjen e fundit lineare prej 2500 denar për të gjithë të punësuarit në sektorin publik shëndetësor, kanë bërë edhe një hap të madh përpara. Kështu, rritja e përgjithshme e pagave në shtetin ton për punonjësin shëndetësor është 4815 denar neto për të gjithë punonjësit shëndetësor, ndërsa për infermieret kjo rritje është 6200 denar. Këto shifra nuk janë vetëm statistik, ato nënkuptojnë më shumë siguri, më shumë motivim dhe një vlerësim të merituar të punës së palodhshme të tyre. Paga mesatare në sektorin e shëndetësisë tani arrin rreth 50200 denar. Ndërkaq, drejtori i Fondit të Sigurimeve Shëndetësore Sasha Klekovski njoftoi se me rritjen lineare prej 2500 denar, paga më e ulët në shëndetësi është diku mbi 27000 denar, ndërsa sqaroi edhe se si është rritur paga minimale në shëndetësi gjatë 5 viteve të fundit. Sa i përket pagave më të ulta në shëndetësi, do të thot pagave që merr një pastrues apo higjienist, në vitin 2020 kemi filluar me pak se 15000 denar dhe në vitin 2022 do të arrim në 18000 denar. E kam fjalën për neto, sepse publiku ynë e kupton neto më mirë se sa bruto rroga. Tani është rreth 27000 denar, që do të jetë relativisht më e lartë se paga më e ulët e përcaktuar në nivel vendi. Mendoj se me këtë po mundohemi që ta rikthejmë dinjitetin e punëtorëve shëndetësor dhe të shëndetësisë, sepse vendi ynë ka ende paga relativisht të ulta në krahasim me pagat publike në vendet fqinje. Klekovski rikujtoi se rritja lineare është e rezultati i bashkëpunimit të Ministrisë së Shëndetësisë, Fondit të Sigurimeve Shëndetësore dhe sindikatave dhe bëri të ditur se ky bashkëpunim do të vazhdojë edhe në periudhën e ardhshme. Sasia e rreshjeve në muajin mars të këtij viti ka qenë 38% mbi nivelin mesatar të vendit, krahasuar me vlerën mesatare të marsit për një periudhë 30 vjeçare. Të dhënat e Drejtorisë për Punë Hidrometeorologjike tregojnë se muaji mars ka pasur rreshje mbi mesataren krahasuar me vlerat e 30 viteve të fundit. Sasia e matur mujore e rreshjeve gjatë muajit ishte 38% mbi nivelin mesatar të vendit. Nga Drejtoria për Punë Hidrometeorologjike njoftuan se temperatura mesatare mujore ka lëvizur nga 3.9 gradë Celsius në Lazaropole deri në 11.3 gradë Celsius në Gjevgjeli. Krahasuar me temperaturat mesatare mujore të muajit mars për një periudhë 30
30 vjeçare, siç njoftuan ata, ajo e këtij viti ishte 2.4 gradë Celsius mbi nivelin mesatar të vendit. Ndërkaq, theksuan se temperatura më e lartë maksimale është matur më 15 mars në Manastir dhe ka qenë 28.8 gradë Celsius, ndërsa ajo minimale më e ulët gjatë muajit është shënuar në Lazaropole më 19 mars dhe ka qenë -12.7 gradë Celsius. Sa jo përket rreshjeve, ata njoftuan se 6 ditët e fundit të muajit kishte rreshje të vazhdueshme, stuhi ciklonike të shoqëruara me breshër dhe stuhi. Në muajin mars të këtij viti, rreshjet mujore në vend varionin nga 36 mm në Manastir deri në 132 mm në Mavrov. Rreshjet ishin shi, breshër dhe borë në male. Sasia maksimale e rreshjeve ditore 41 mm është shënuar në Gjevgjeli më 30 mars. Në 6 ditët e fundit të muajit, në disa lokacione në vend kishte stuhi ciklonike. Tutje ata sqaruan se në Kodrën e Diellit më 1 mars është matur shtresa më e lartë e dëborës prej 26 cm. Po ashtu është vërejtur edhe paraqitje e akullit në periudhën nga 18 deri më 21 mars. Pas vendosjes tarifave 33% nga administrata Trump ka reaguar edhe qeveria e Maqedonisë së Veriut, nga qeveria thonë se ky ka qenë vendim i pritshëm i administratës amerikane, i cili nuk është anashkaluar nga asnjë vend në botë. Ky vendim nuk do të ketë një ndikim të madh në ekonominë tonë, por ne kemi një plan të qartë për të ecur përpara, ka deklaruar qeveria. Qeveria e Maqedonisë së Veriut ka reaguar pas vendimit të presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump, i cili vendosi tarifa doganore për Maqedoninë e Veriut për 33%. Nga qeveria thonë se ky ka qenë vendimi i pritshëm i administratës amerikane, i cili nuk është nënshkaluar nga asnjë vend në botë, as nga Britania e Madhe, Kanadaja, Bashkimi Evropian dhe qindra vende të tjera. Ata thonë se ekipet qeveritare kanë kohë që analizojnë pasojat e mundshme dhe së bashku kanë përgatitur një plan për tejkalimin e situatës. Ky vendim nuk do të ketë një ndikim të madh në ekonominë tonë, por ne kemi një plan të qartë për të ecur përpara. Kontaktet me administratën amerikane tashmë janë vendosur dhe do të vazhdojnë në nivel të lartë dhe qeveria do të punojë për gjetjen e një zgjidhjeje dhe zbatimin e planit. Ajo që është e rëndësishme të përmendet është se nuk ka nevojë për asnjë panik, as për reagime dhe përfundime të nxituara. Kjo është diçka që është paralajmëruar prej kohësh nga kjo administratë dhe asnjë vend i vetëm nuk ka mbetur jashtë, madje as partnerët më të vjetër dhe më tradicional të Shteteve të Bashkuara. Nga qeveria theksojnë se kjo është një përpjekje për të rinegociuar marrëdhëniet e tregtare të botës, diçka siç thonë, ishte nevojshme edhe që megjithse tani një tronditje për disa, do të jetë një mundësi për të tjerët, duke shtuar se qeveria është e njoftuar se kjo situatë është një mundësi për shumë njerëz që nuk ja dëshirojnë të mirën qeverisë, që të sulmojnë pa bazë dhe të përpiqen të dëmtojnë reputacionin e tyre, qoftë për interesa personale, për qëllime partijake apo për frikacak. E gjithë bota po reagon ndaj tarifave të presidentit të SBA-s Donald Trump. Liderët botëror thanë se tarifat janë të pajustifikuara dhe kërkojnë anulimin e masave. Trump u vendosi tarifa ishujve të banuar vetëm nga pinguinët, por jo edhe Rusisë, Bjelorusisë, Kubës dhe Koresë së Veriut. Presidenti i SBA-ve Donald Trump vendosi një tarif bazë prej 10% për të gjitha importet, por shumë nga partnerët më të mëdhenj tregtar të Amerikës janë goditur nga një normë shumë e lartë. Trump gjatë fjalimit të ditës kritikoi, siç ai vet i cilëson, mashtruesit e huaj, duke mbajtur një tabelë në dorë që tregon se kush do ta paguante sa. Kina e përballur me një taks prej 34% dhe se do të kundërpërgjigjet me vendosmëri dhe të marrë kundërmasa për të mbrojtur të drejtat dhe interesat e veta. Kina i kërkon Shteteve të Bashkuara të anulojnë më njëherë masat e saj të njëanshme tarifore dhe të zgjidhin siç duhet marrëveshjet me partnerët e saj tregtare përmes dialogut të barabartë. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen tha se tarifat do të kishin pasoja të rënda për miliona njerëz në mbar botën. Ne tashmë po finalizojmë paketën e parë të kundërmasave në përgjigje të tarifave ndaj qelikut. Tani po përgatitemi për kundërmasa të mëtejshme për të mbrojtur interesat dhe bizneset tona nëse negociata dështojnë.
Kryeministri irlandez shtoi se ne nuk shohim asnjë justifikim për këtë. Më shumë se 4.2 miliardë euro mallra dhe shërbime tregtohen çdo ditë midis BE-s dhe SBA-s. Tarifat nxisin inflacionin, dëmtojnë njerëzit në të dy anët e Atlantikut dhe vënë vendet e punës në rrezik. Ministri i Tregtisë i Japonisë i quajti tarifat të jashtëzakonisht për të ardhur keq dhe tha se të gjitha opsionet ishin të hapura. I pyetur nëse Japonia do të hakmerrë ndaj tarifës së vendosur prej 24%, ai shtoi: "Ne duhet të vendosim se çfarë është më e mira për Japoninë dhe më efektive, në një mënyrë të kujdesshme, por të guximshme dhe të shpejtë." Kryeministri kanadez tha se vendi i tij do të luftojë me kundërmasa, është thelbësore të veprojmë me qëllim dhe me forcë dhe kjo është ajo që ne do të bëjmë, u tha ai gazetarëve. Presidentja e Meksikës tha se ajo nuk do të ndiqte një strategji të rrahura, por se një program gjithëpërfshirës do të shpallej më vonë sot. Ajo shtoi: "Nuk është çështja nëse më vendosni tarifa, unë do t'ju vendos tarifa. Interesi ynë është të forcojmë ekonominë meksikane. Asnjë tarifë e re nuk u njoftua për Meksikën ose Kanadan, pasi Trump vendosi më parë një normë prej 25% për të gjitha mallrat që hyjnë nga të dyja vendet, përpara se të shpallte disa përjashtime dhe vonesa." Kryeministri australian Anthony Albanese tha se tarifa 10% për vendin e tij, niveli më i ulët, nuk ishte reciproke dhe jo akt i një miku. Është populli amerikan ai që do të paguajë çmimin më të madh për këto tarifa të pajustifikuara. Kjo është arsyeja pse qeveria jon nuk do të kërkojë të vendos tarifa reciproke. Ne nuk do t'i bashkohemi një gare deri në fund që të çon në çmime më të larta dhe rritje më të ngadaltë. Kryeministra italiane Giorgia Meloni, e parë si aleate e ngushtë e presidentit amerikan, i quajti tarifat të gabuara dhe tha se ato nuk do të përfitonin SBA-n. Kryeministri spanjoll Pedro Sanchez u zotua të mbrojë kompanitë dhe punëtorët e vendit dhe do të vazhdojë të jetë i përkushtuar ndaj një bote të hapur. Homologu i tij suedez Ulf Kristersson tha se ne nuk duam rritje të barierave tregtare, ne nuk duam një luftë tregtare, ne duam të gjejmë rrugën tonë të kthimit në rrugën e tregtisë dhe bashkëpunimit së bashku me SBA-n, në mënyrë që njerëzit në vendet tona të gëzojnë një jetë më të mirë. Ministri i Tregtisë së Zelandës së Re tha se ne nuk do të kërkojmë të hakmerremi, kjo do të rriste çmimet për konsumatorët e Zelandës së Re dhe do të ishte inflacioniste. Ai mohoi se vendi i tij kishte një tarifë prej 20% për importet amerikane, siç pretendohet në grafikun e zotit Trump, dhe tha se në fakt ishte 90%. Ministria e Shëndetësisë me bazë në Gaza njoftoi se në spitalet e rajonit janë dorëzuar trupat e 97 personave që humbën jetën në sulmet e kryera nga ushtria izraelite në 24 orët e fundit dhe trupat e 3 personave të nxjerrë nga në rrënojat. Po ashtu njoftohet se në sulmet e ditës së fundit janë plagosur edhe 138 persona, në sulmet që ushtria izraelite ka kryer vetëm që nga 18 marsit që prishën armëpushimin e arritur me 19 janar, jetët kanë humbur 1163 palestinez dhe janë plagosur 2735 të tjerë, që nga tetori vitit 2023 numri palestinezëve që kanë humbur jetën në sulmet të Izraelit ndaj rripit të Gazës ka arritur në 50.523, kryesisht gra dhe fëmijë, ndërsa numri të plagosurve në 114.776. Besohet se në rrënoja në rripin e Gazës ka mira të vdekur të tjerë. Me kaq mbyllim këtë edicion informativ. Faleminderit për momentin. Bashkë miropafshim.